Fatkeqësisht ne nuk janë para Partitë Demokratike, por nga disa njerëz që kanë nivel dhe që duan vendosen e demokracisë. Nga ana tjetër Hajdini më mua sot se do t'ju çojnë në një cep të Tiranës që ndoshta nuk e njihni fare dhe është shumë më interesant se sa duket në pamje të parë. Këto janë rrugët ku kaloi koalicioni Djathtas për Zhvillim, po unë do t'ju tregoj anën që nuk u pa në kamerat zyrtare. Edhe pse sot duket më i qetë se zakonisht, prap ka diçka të veçantë këtu, njerëz të mirë dhe një atmosferë të vërtet mikpritëse. Inshallah. Më pëlqen t'i ndjek këto lëvizje nga afër, jo për politikë, po për të parë çfarë ndodh realisht. Në këto rrugica nuk ka fjalime, ka vetëm duar që shtrëngohen dhe shpresa që s'duhet të fiket. Ndërsa po ecja me kamerën në dorë, më dukej sikur po regjistroja jo një takim politik, por një kujtim të një Tirane që po zbehet. Vetëm 30 sekonda se është me regjina ndetën. Deputeti Dashamir Shehi tha në një intervistë live për televizionet se dikur gjysma e Tiranës blinte këtu, ndërsa tani është bosh, dhe ai ka frikë që do të bjerë fare. Ai shtoi se për sa kohë ekonominë e kontrollojnë 4-5 duar, kushtu do të ndodhe me këtë treg të vjetër, sepse nuk ka më hapësirë për të vegjëlit. Çfarë po ndodh me fushatën tuaj, si e keni konceptuar, kështu do të vijë deri në fund, si duket situata në terren? Që situata në terren, po që për ekonomike është kjo që është. Në një farë mënyrë. I herë i kohë këtu blete gjysma Tiranës. Tash e shifni vetë që është bosh. Edhe unë kam frikë që do të bjeri fare. Me thënë drejtën. Për sa kohë ekonominë e kontrollojnë 4-5 dorë. Hyrje dalje këtu nga gjithë bizneset janë po grosistët, si që po marrin çdo gjë dhe marrin edhe këtu. E njëjta gjë që thamë për tregje tjera, e njëjta gjë ndodh natyra e tregut, natyra e biznesit dhe vështë kjo. Ishin të vegjël, po bëhen më të vegjël, po zhduken fare. Ato që ishin të mëdhej, po bëhen më të mëdhej. Kështu që sa kohë të jetë kjo qeverisje, nuk po them që e zgjidh kjo Shqipëni. Të vidit edhe këtu pallate do bëhen, do të largohet. Po koncepti që ekonomia që e ndërtuar vetëm grumbulluan ca dur, do të bjeri fukarallik. Ky është koncepti jon. Kjo është baza mbi cilën ne mendojmë që në ekonomi duhen përfshit gjithë. Jo me i përzon gjithë. Kjo është. Pasaj fushata është i gjë normale, ne po i takojmë, do shkojmë me i taku, nuk është se ja ndrojmë situatën, por të paktën ja bëjmë qartë qytetarëve, idetë tona që kemi ne për ekonominë. Kjo punë nuk vazhdon më. Edhe këto sa do që të sforcohen e këtu pa të shikosh punojnë thjesht familjar, ndryshe këto lloj biznesesh nuk mbajnë. Kështu që kjo nuk është se krijon më punë, si që ishte edhe shpresje. Se ka pas për këtyre që e fillun të vegjël edhe janë rritë. Këto që kanë tepru, jo që janë të vegjël më, po do bëhen të më të vegjël deri kur t'i fare. Kjo është edhe trishtueshme për një qytet. Se i qyteti madh si Tirana ka nevojë të shpërndahet pasuria. Nuk mund të marrin vetëm 10 veta, 20 veta që do bëjnë këto pallatet. Nuk jemi kundër këtyre. Por nuk mund t'i marrin vetëm i grushnjarëve. Ky është realiteti që kërkojmë të ndryshojmë. Pastaj po e kuptuan, mirë. Ndryshim do me thënë voton ndryshe, voton njerëz ndryshe, votoj ide ndryshe. Se ndryshimi nuk mund të jetë po të njëjtë. Ky është realiteti, prandaj ne i ftojmë, votojnë 9, jo se do i bëjmë mbregulli, po të paktën një pjesë të hallëve shqiptarëve i dalim për Zot.
Ky është mesazhi jonë për qytetarët e Tiranës së gjithë Shqipërisë. Unë besoj ky realitet. Para javë që në Elbasan kjo gjë ishte. Sot po hike për Shkodër, po atje do shkoj. Jam i sigurt që do jetë më i trishtueshëm se kjo e Tiranës. Ktu kanë tepruar ca klientë, atë s'ka fare. Po kjo është realiteti. Ta thash, po deshe me ndryshu, duhet me pas kurajnë, me votu ndryshu. Pa shkuar për inerci kjo rrugica do mbaroj di. Shumë të shej. Faleminderit. Unë isha aty, e pash dhe e dëgjova vetë. Nuk ishte një takim politik si gjithë të tjerët. Ishte më shumë një përpjekje për të kujtuar njerëzve që dikush është ende aty për t'i dëgjuar. Zoti Berisha theksoi se përshëndes. kjo kontratë $6 milionë nuk është Po, për sjellje mira. është jashtë sjelljes dhe Tash nuk ne ka kam lidhje. qenë për shokun. I pyetur se si Kalof që mirë. Ndërsa xhiroja këto pamje, mendohet se sa shumë ka ndryshuar ky qytet, sa shumë ka humbur nga dinamika e dikurshme. Zoti Ali Bey, dhe një pyetje për ju, si e komentoni kontratën $6 milionë të Partisë Demokratike për lobim në SBA? Para e madhe. Sigurisht të flasësh për një para kaq të madhe në mes të fushatës, me idenë që po përfaqëson një popull të varfër, ka një kontradikt të madhe. Sigurisht e drejta atyre që kanë hedhur këto para apo që kërkojnë shërbimin e tyre, por ka përshtypjen që çështjet e financimeve të huaja apo financimeve nga palët e treta është një nga çështjet të cilat do duhet të adresohet dikur në kodin zgjedhor. Me sa duket, ky do të jetë rasti që të puntohet përsëri te kjo çështje. Gjithsesi, ndërsa kohë që me sa duket prokuroria ka nisur verifikimet, e udhës është flitet të lihet asaj se të vendos për saktësinë apo korrektesën ligjore. E fundit që duhet të thënë është me para nuk mund blihet morali politik. Kjo është një gjë që duhet injektuar te njerëzit, siç kemi bërë ne, pa asnjë lloj financimi, madje edhe në kundërshtim me kodin zgjedhor, por në kontakte drejt për drejt me njerëzit. Faleminderit. Qona, të shi unë gjykoj kështu. Këto me kamera sa tremen ata bëjnë gjithë. Jo, po të kishim bërë vetëm ja 2-3 plane këtu të vogla, këtu në hyrje dhe Tirana ka plot vende që ja vlen të shikosh nga afër. Unë thjesht po i tregoj ashtu siç janë. Pa shumë zhurmë, pa bërë sikur. Kaq për sot nga ky treg. Nëse ju pëlqeu kjo xhiro me mua, shkruani diçka më poshtë, sepse do të kemi edhe vende të tjera për t'u treguar.